Turqia është në targetin e këtyre, pajsa Irani. Ka i problem. Erdoğani. Çdo gjë që ka mësuar në historinë e botës ka gjithmonë një pyetje. Plani i djallit dhe Zoti si aprish. Dhe plani këtyre në 2016 ishte të bëni gru shtetin në Turqi. Dhe e bënte CIA dhe Mossadi. Dhe Erdogani tregoi që kishte punuar mirë deri atë ditë, derisa populli u ngriti gjithë në mbrojtje të tij, dhe në marrëdhënie ndërkombëtare Rusia bëri një aleancë të fshehtë me Turqinë, që i shpëtoi jetën në Erdoganit. Aeroplanet e Putinit shpëtuan aeroplanin e Erdoganit. Sepse humbi aftësinë për të kontrolluar territorin aeroplani Erdoganit, se duhet fikte gjithë sinjalistikën që të mos gjende se ku ndodhe. Po e kërkonin aeroplanët e grushtit shtetit, të Mossadit dhe CIA-s. Dhe aeroplanët e Putinit e shpëtuan Erdoganin. Që nga ajo ditë ka shpëtuar disa herë. Që nga ajo ditë Erdoganin bashkë me ata që e shoqërojnë rrethin e tij, enturazhin e tij, filloi të kuptojë rolin dhe rëndësinë që kishte ai në historinë e Turqisë. Dhe nga ajo ditë Turqia ka ditur të veprojë. Gjë e parë ka krijuar leadership. Për shembull ne dim gjithë kush është zëvendësi Erdoganit. Ne në Shqipëri e dim. E se di kanë kudo, gjithë e din. Fidani. E ke parasysh. Ky person është ai që ka edhe avantazhin që nuk ishte një kryq i Erdoganit, por ishte një lider që u bë në pranitë e Erdoganit, sepse fitoi me zdjersën e ballit vetë pushtetin e zëvendësuesit. Ky është një autori i strategjisë ushtarake të Turqisë, siç është armatimi i dronëve dhe raketave dhe aeroplanëve. Fidani ishte ai njeriu që e ndërtoi këtë strategji ushtarake. Dhe është një diplomat i klasë të parë. A mendon se është i kapur ky Fidani? Ky është tipik turk, patriot turk. Domethënë, Turqia sot drejtohet nga një leadership turk. Patriot. Dhe ka një leadership të shtrirë si Irani. Në shkuptim si Irani. Turqia është shumë e fuqishme se Irani në aspektin e organizimit shtetëror publik, se s'ka qenë sanksione. Me kupton logjik. E dyta, Turqia ka ditur të veprojë si perandori, jo si shtet i thjesht. Ku konceptet perandorake nuk bazohen tek idiotësia perëndimore 4 vjetëve të pushtet, po tek pushtete afatgjata që bëjnë projekte të mëdha, projekte vazhdimësie. Rusia, Turqia janë tipike në këtë gjë. S'mund të bësh ti pushtet me 4 vjet. Pse? Se të pagu banka e judejve kandidatin kundërshtar dhe të kput mes, siç ka ndodhur Rusi me kohën e Bielcinit. Më kupton logjik. Tani koncepti është që Turqia sot disponon dhe armët, disponon dhe popullin, edhe pozicion gjeografike dhe mbi të gjitha është aleati i ngushtë i Amerikës, ka shumë rëndësi. Por dhe aleati i ngushtë i Rusisë, akoma dhe më rëndësishme kjo gjë. Dhe marrëdhënie shumë të mira me Kinën, akoma dhe më rëndësishme. Dhe ditë më humor me Iranin, akoma dhe më rëndësishme. Dhe ditë merret vesh me të gjithë, dhe akoma më rëndësishme. Turqia sot është mund të jetë fundi i Izraelit për gjithmonë. Të kesh bombë atomike, s'ka as vlerë. Po mos gjeni një formë tjetër që Izraeli ta fusim kurth me Rusin. Jo, më le ta marrë. Unë kam mësuar gjë. Asnjë s'ka bombë atomike se s'duhet ta ketë. Kushdo do ta ketë bombë atomike nëse duhet ta ketë. Ma kuptove logjik. Nëse Turqia s'ka se s'duhet ta ketë. Po që se duhet ta ketë, duhet ta ketë. Ma kuptove besë. Saktë. Se ka përkohësisht. Sepse ka bashkë me Amerikën në administrimin e bazave të veta. Ti di çfarë detyrimi ka Amerika ndaj Turqisë? Me bazën që kanë Turqi, me armë atomike. Nëse goditet Turqia me raketa nukleare, automatikisht raketat nukleare që ndodhen në Turqi do të shkojnë drejt atij që ka goditur me raketa nukleare. E kanë marrëveshje. E kuptove logjikën? Po. Nëse Turqia goditet me raketa nukleare, automatikisht raketat nukleare amerikane që ndodhen në Turqi Turqia aktivizohen kundër atyre që kanë dërguar. Por a mund të futet në kurth Turqia me Rusin, me këtë aleatin që e kanë ndihmuar, e kanë mbrojtur Erdoganin? Siç kemi mësuar gjatë këtyre nga Izraeli them, pra mund të pandemisë, që nga koha pandemisë kemi mësuar që Turqia është një vend që se aqin në Shkopin, po ashtu Rusia është një vend që se aqin në Shkopin. Judejt ja kanë nxjerrë jetën, ja kanë shkatruar jetën kushdo shteti që u ka dalë kundër në 100 ca vjet. U kanë ngjesur sharrangosh në Rusi, kanë ngjesur sharrangosh në Turqi, kanë ngjesur sharrangosh në Kinë, kanë ngjesur sharrangosh në disa vende të botës.